Faleminderit njëri, përshëndes gjithë mediumët dhe qytetarët të këtij vendi që kanë dalur këtu. Благодаря на сите на медиумите и граѓаните што се присутни овдека. Dhe i dëshiroj një mirëseardhje në vetlindjen time kryeministit dhe kolegut tim Sugarevski. Премиерот, добродојдете во мојата општина Липково Dhe и министерот Сугаревски. ky projekt është një padrejtësi që premison padrejtësinë që ju ka bë këtyre qytetarëve të këtij vendit edhe më herët se sot. Со овој проект ќе се поправи една неправда што беше направена на овие граѓани на општина Липково. Dhe besoj që padrejtësia ka filluar qysh nga viti 2010 për këtë projekt. И неправдата почнала од 2010 година со овој проект. Padrejtësia primisohet Неправда ќе се подобрува, ku ka filluar nga viti 2010. кога започна од 2010 година. Andaj me këtë projekt qytetarët e këtij vendit do e shijojnë ujin që e ka dhënë natyra. Со овој проект граѓаните ќе ја употребат водата што ја создал природата. Padrejtësi që i bërë ndaj qytetarëve dhe që ju kanë bërë në Republikën e Maqedonisë edhe moshyrja e Maqedonisë në paktin NATO. Неправдите кои беа направени за граѓаните на Македонија исто така и со неправдата што граѓаните не се во НАТО пактот. Andaj kjo ekip qeveritare dhe udhëhecit në qeverinë e Republikës së Maqedonisë И ова екипа во влада што е и сите раководители во Република Македонија, atë padrejtësi do e primisoje dhe i ftoj të gjithë qytetarët e këtij vendi dhe më gjerë që padrejtësi që janë bërë mos lejojnë që të bëhet padrejtësia dhe të votojmë Republikën e Maqedonisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian. ова неправда што беше направена ќе се подобри и мислам дека и неправда што не сме биле во НАТО, верувам дека сите ќе гласаме за да бидеме членка на НАТО Dhe të keni besim, и Европска заедница. të keni besim në udhëheqjen e Republikës së Maqedonisë se vërtet guximshëm është futur për të çuar Republikën e Maqedonisë në drejtim pozitiv. И да имате довера во раководството на Република Македонија, бидејќи имат храброст да ја водат Македонија во правна насока. Uroj që ky projekt ta shijojnë të gjithë nënët tona, motrat tona, vëllezërit tonë dhe një herë për gjithmonë që mos të kenë problem për ujë të bijës. Посакувам дека овој проект да ја чувствуваат сите наши жени, мајки, деца, сестри и посакувам дека во иднина да немаме такви неправди. Faleminderit.